dhe nxori dhe urdhër arresti, dhe jam i bindur, e kam thënë, dikur kam pas dyshim, tani nuk kam më dyshim, që më kanë dashur të varur dhe të vdekur, prandaj deshin që të shkoja në burg. Ku që thot ky akuzohet për korrupsion për inceneratorët? Nuk s'kam asnjë film të inceneratorët, s'kam fare lidhje me procedurën e inceneratorëve. Pse s'merret ky me Gonigalin? Jemi duke hetuar, është një se shqiptarët janë budallën. Edhe ky thot që ne jemi duke hetuar, shqiptarët sillojnë duar trokasën. 5 veta duar trokasën. Mos t'i referohet fare raporteve. Le t'i thot shqiptarëve çai kanë thënë herën e fundit në State Department. Le t'i thot shqiptarët budallën që lexojnë raporte dhe e shikojnë me syt që i shkëlqejnë Altin Dumanin. Dy standarde. Unë i sugjeroj Altin Dumanit që të bëhet vetë një ditë bashkëpunëtor me drejtësinë kur të akuzohet për shpërdorim detyre se si ka hetuar ndaj meje duke më kthyer target me urdhër të Edi Ramës, njëri ngul thika dhe tjetri më fut në burg për të mos më dalë më i gjallë nga burgu. Vetë se zotja Meta, ju keni përmend, keni akuzuar 3 emra, Edi Ramën, Eren Veliajn, Belina Ballukun. Njëri është në burg, tjetra po hetohet përveç Ramës. Si the? Keni akuzuar 3 emra, Edi Ramën dhe Eren Veliajn si pronar faktik të inceneratorët të Tiranës. Veliaj është në burg. Keni akuzuar Belina Ballukun, e cila është detyruar të shkojë në spak sa javë dhe do i ngrihet akuzë, është njoftuar të shkojë bashkë me avokat. Vetëm Rama është i paprekshëm deri tani.